الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Të ndëruar xhamatli, kjo është xumaja para fundit e këtij muaji të madh të Allahu xhelle xhelalu, muaji të Ramazanit. E lutim Zotin e madh për ditët e kaluara, Allahu t'i ketë bë qabul kontributet tona, agjërimet tona, taravitet tona, e për pjesën që na ka mbet, e që është pjesa më e mirë e Ramazanit, ku në to edhe shpresohet që të jetë nata e Qadrit, Allahu t'na jap vullnet dhe shëndet për të vazhduar në vepra të mira. Të ndëruar xhamatli, lënia e bukës edhe ujit nuk është kuturu pa urtësi prej Zotit madh xhel xhelalu. Ka urtësi të shumta. Ne I kemi numëruar në çdo xumë disa prej urtësive. E sot do ndalemi me disa prej urtësive të tjera, që besimtari ta kontrollon zemrën e vet, ta kontrollon agjërimin e vet, a është gjithçka në rregull me veprat e tij. A janë duke shkuar në fitim të duhur, a garantojnë shpërblim, a garantojnë fitore, apo ka mundësi e kanë humb shtratin e vet. Andaj çdo tregtar, çdo biznesmen, çdo njeri I cili shet dhe blen 100% e ka për qëllim fitimin. Nuk e ka për qëllim ai me dal me harxhu takatin e vet për të humb kohën e vet. Sicili për njerit, çdo njeri ka qëllim të fitoje dhe mos të humbe. Andaj, çka nëse ne humbim? Çka nëse na nuk fitojna? Andaj ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, zvar I shkof hunë atina I cili e za Ramazanin edhe nuk e fiton xhenetin Allahu xhel xhelalu. Pse? Se ka edhe kësi njerëzi. Ka edhe kësi njerëzi të cilët nuk e fitojnë atë çka e don Allahu xhel në këtë ditë të mëdha. Andaj ti rishikojmë mirë agjërimet tona. A janë vi? A janë rregull? Zemrat tona janë rregull? Zemrat tona janë pastruar? Zemrat tona janë të bëmë të qeltërta? A janë bëmë të devotshme? Këtë këto duhet besimtari mi kontrollu të vetvetja e tina. Andaj gjëja e parë që duhet ta shikosh te Ramazani, edhe ta vazhdosh në këtë vi Ramazanin, cila interesimi të ndëruar xhamatli. Edhe brenga. Për çka tu ka shtuar në Ramazan? Ramazani ka ardhur do brenga minal, do brenga mi shluë. E ti në Ramazan, qëfar brenga tu kanë nalë, qëfar tu kanë shluë? A e ke nalë dëni fuqi të rrimës breng dunjajës? A funksionon gjithë shka me breng të ndëruar xhamatli? Njeri qëfar brenge ka që të punë e banë? Që ati ku dhem dhami, që ati shkon gjua, apo? E ku atu shku gjua? Ku atu dhim dhami? Cëli dham atu dhim? A atu dhim dunjaja, atu dhim të akireti? A e ki men të dunjaja, e ki të akireti? A tu tar munim agjërimi, a tu tar knatësi. Nëse është knatësi, kjo I bie se brengat e dunjas ki fillu minal. Apo, të ndëruar xhamatli, Allah I ka dhënë njeriu takat të punojë edhe për këtë dunjë edhe për ahiret. Ama dunjaja ja ka dhënë mjet, ahiretin qëllim. Dunjaja ka dhënë mjet, ahiretin qëllim. Të ndëruar xhamatli, na për shembull merre me rrym. Apo, nëse ti për shembull thot ai mjeshtri, sot s'munësh me I kall krejt, edhe rrimën, edhe shporetin, edhe frigorifer, s'munësh me I kall krejt. Nali do me të punu do. Çka I cëllën e kall ti? Çka më rëndësishme, apo? Çka më rëndësishme? I nal do për Milan do shlut. E na të ndëruar xhamatli, takatit të zemrave tona. Na s'muna komplet me kall dunjaja, s'ket rrymat, edhe komplet ahiretit. Nuk mundem u bashkue. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, Allah si bashkon të njëri dy brenga. Nuk ja shlon edhe të ahiretit edhe dunjajës. Ska mundësi një njeri mutut në dunja, edhe mutut pi Allah I xhel xhelalu, edhe mutut edhe në ahiret. Jo, tutën ja hek në ahiret.
Apo, dhe s'ka mundësi një njëri me nejtë rahat në dunja, edhe mos ani ku shkojnë edhe në akhirat, edhe atja e rahat. Jo, sepse ky patjetër e ka njanët me enal. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ky Ramazan duhet do brenga minal. Cilat brenga? Nali ka pak brenga të kësaj bote. Nale, mos u pikëllosh shumë për këtë botë, mos u mërzit shumë për këtë botë. Nisja pak mërzitu për ahiret, nisja pak mërzitu për jetën e përtejme, nisja pak çish ke me kalurën siratit, mërzitu pak. E të vjen pak keq, se a kam vepra unë me kapërsiat ur, a kam vepra unë, a ki vepra tamam që për një memës me të lanë me rapi urës siratin xhenem, Allah na ruaj pi xhenemit ya rabbal alamin. Për këtë arsye, agjërimi vjen për të rregulluar disa prej veprave. S'ki mundësi të ketë atin mikset maksimum milon. S'munësh. Nuk munësh ti edhe në dunjën me çu maksimum, edhe jetën e kësaj bote maksimum, edhe çejfat maksimum, edhe zbavitjen maksimum, edhe kafët maksimum, edhe i njëjti me pas edhe vakt për ahiret, edhe mu fal këtë vakt në xhami, edhe me agjëru, edhe me dhënë zeqat. Nuk munësh këtë. Nuk mundën këtë. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka mësu sahabët që ti fikin ka pak dëshirat e kësaj bote. E ka nani një pidit Abdullah ibn Omerin radhiyallahu an, ja ka thonë mësim, edhe e ka përqafu, i ka thonë: o Abdullah, kun fi dunya ka annaka gharib, o abiri sabil. O Abdullah, ka thonë, në dunja banu si gurbeçi, banu si huj, ka përca pak më shpejt. Le mos u mërzit shumë për këtë dunja. Ka thonë: o abiri sabil, sikur ai kalimtari rastit, kur kalon dikush rastit, ai nuk e ka gali sash, e qëtu a ka uj, po unë e ka me kalu be vëlla, unë s'jam të nejtë këtu. Edhe na, po ti për shtëpinë tane ki gajle, mi pa shket në vi, për familjen tane. Po ti ku qkojsh dikun, do një vend tjetër, a do thojnë vëlla i kena kanalës na punojnë mirë. Vëlla unë e ka me ka përci, unë s'kam vaktu më mor me juve. E të ndëruar xhamatli, që kjo është dunjaja. A Ramazani ka ardhur për me na i ul pak tensionet për këtë botë. Të ndëruar xhamatli, nëse nuk i ulin tensionet për këtë botë, dalin problemet. Shumica e telasheve të njerëzve janë se nuk i kanë ul tensionet e kësaj bote. Këto shka vrahen kot te kot, këto shka prehen kot te kot, këto shka luajn bigjoz kot te kot, këto shka morin kamat kot te kot, këto shka i bajnë gjuna Allahin tok. Cilën mikset e kanë çlume? Dunjajës full e ka, okay. O veç ullën pak me azon minarë, unë se ke ka full dunjajën. Me pas dunjajën pak ma poshtë, ahiretin pak ma nalë, qka si janin zanin kësaj dunjajën, si janin të ahiretit. Cëllë si të janin zanin ti? Atë ven krije ura siratit, atë ven krije gjenemit. Cëlla banjur më shumë të ti, të zemra jote. Apo thu, shmi dhabes, mi këthaj këki 100 dinar, që të 300 dinar shmi ka këthije, ki partit ma zuni u dhe në parking. Zan ka shumë dunjaja, në alja pak zanin, në alja zanin dunjajës. Shloja të ahiretit. Nëse në bajram nuk del e zemra jote me përjetu ma shumë ahiret se sa dunja, nuk kena agjeru si duhet të ndërrojë xhamatli. S'kemi agjeru si duhet. Por çka e lam bukën? Bukën e lam, kanë dhënë shumë prej dietarëve, Allahu e kalit robin, kjo mësimi dytë. Allahu po të kalit, o insan, nisja ka pak mësojo që shi be mës me hangër, nisja pak mësojo që shi be mës me pije, mësojo ka pak, mësojo pak melan, që shi be melan, apo, që shi be melan, që shi be mës me pas, mësoja kuptoje pak që shi be ujin, që edhe ta dish ka është me pas një met, po edhe ta dish që është kur mungon, dhe stërvit e vetën tane, kadal, heke pizemre dunjaja, a ki nis, a ki në gjenë, dikun, a ki para më shkrume, a du të me hekune, a du të me hek dashnijën për këtë dunja. Dikush e ka këta as do me shti ka veshi bele. Që ka thot be? Apo që ka thonë munafikat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma dha kale anifa, që thot be ki, që do thonë akireti, gjenneti, që thot, kështu dikush pi largi vjen një zan i turbullum, nuk e di që ka të volë, pse? Se shumë zan ka të aj akireti. Filloj u mustërvit, mës me dashke dunja, filloj u mustërvit, sepse nëse ti s'fillon mustërvit, që ti talish këtë dunja, shumë keq ka me të ardhë momenti kur ti ki me lanë. A shikoj ata që ka janë bo hazër për me lanë këtë dunja, sa prej sahabive dhe tabiinve kër ju ka ardhë momenti i fundit, kër ju ka ardhë momenti i fundit, edhe ka nisë me kajt, ka nisë me kajt, ato të pranishmit plotve ju kanë thonë, a i du kajt për këtë dunja? Jo, Allah, i ka thonë, se më du kajt për këtë dunja. Po jam du kajt se përfunduar më adhurimet, përfunduar më adhurimet. Ka fillu Bilali me kajt me lot gëzimi, kur pak para se me ndru jetë, me lot gëzimi ka kajt. A ku që para menu me kajt, pe lot gëzimi që atë ndru jetë. E kur e ka pyt bashkërët e vetë, ka thonë, pse po kanë? A i pikëzimi ka kajt. Ka thonë, gaden nelkal e hibbe Muhammeden wa sahbe,
Ka thënë e di se unë si të talon mo këtë dunja, si të dalë, vetë sa të dalë ande. E nesër e zateti kanë të dashurit e mi e zateti. E zateti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe dosat e tina e zateti. Shiko çfarë, ama për me dalë me lot gëzimi pikë kësaj bote nuk duhet me bë punën. Sa njeriu me tut del pikë kësaj bote. Apo veç vdekin me përmend thot mo ka vdekja mo. Këtë mira ma mos ta ço ka vdekja. A ta çojna nas, ta çojna vdekja vjen. Andaj fillo mu kalit ka pak. Fillo mu pak me spërvit vetën. Bane pak vetën të ushtrum, të gatum. Unë du të me lanë këtë dunja. Ani shpijën tane e ki. Këshire mira ma ki me lanë. Këshire mira ma, edhe vladë ki me lanë. Allah po na stërvit ma gjërim të ndëruar Xhamarli, që të përgatitim për me dalë për kësaj bote. Neve, henez na pret u dhe gat na pret. A disa u dhe gat na pret. Deri në akhirat u dhe gjatë. Andaj merë në furnizimin e juve. Wa khairu zadi taqwa, dhe furnizimi ma i mirë takvalloku. La'allakum tattaqun. Dhe e fundit të ndëruar Xhamarli, Allahu xhelle xhelaluhu e ka bërë agjërimin çfarë? E ka bërë të nisur nga takvalloku. Dhe ky takvalloku duket sikur fjalën atë që ne kalojna ande këndej. Takvalloku qëllimi. Takvalloku. E çka është takvalloku të ndëruar Xhamarli? Takvalloku e ka pyet Omar ibn Khattabi radhiyallahu an Eba Musa al-Ash'ariun. I ka thonë, që ki takvalloku që përmendet shpesh në Kur'an, qa i veç kjo? I ka thonë, o prisi muslimanëve, atë ka ra dë njëherë me hec në për udh me gjemba, me thera. Atë ka ra me hec, ka thonë po më ka ra. Ka thonë, qysh ja ban, qysh del, të du të me ka përcije. Ka thonë, runa ka pak pi therave, mës të prejna dhe ka përcej. Që kjo ka thonë atë takvalloku. Ndunja ka shumë thera. Thera epshe, thera teka, thera qefe, zilia, smira, thera parja, pasuria, familja, grad, shtëpit, qefët e kësaj bote. Këto janë thera. Agjërimi vjen me të furnizu qëfar? Murujt, ka dale dhe këtu, edhe pak, ka dale deri dilës në akhirat me selamet. Qëllimi është ti me fitu imunitet takvalloku që të kalësh me selamet. Pra, ti mundesh me një dhe mu gjakos, ti mundesh me një mu bo kitë gjak me thera. Ama ajo të kushton. Andaj, dunjo ka dale se bash me thera. Wallahi ka mundësi njeriu shpohet shumë, edhe i mbledh epshet e kësaj bote, edhe gjuhën në xhenem. Por këtë arsye, takvalloku është qëllimi. E çka është takvalloku të ndëruar Xhamarli? Takvalloku është kur zemra mrin në atë gjendje ku adhurimet i ban mo me merit. Ki e disa Allah e meriton me adhuruar. Se baj me sikletu në këtë punë. Ti atë gjëru me siklet apo siklet? Qas siklet shka ki në gjërim, qas i bije se ti takvalloku i dopt. Kur të agjërosh farë, kur të agjërosh me vullnet, ta mërish takvalloku që ku thira hayya ala salat, ti me pas gojle, mos e vanoj me muezini, hajde mo ta thirë namazin. Apo takvalloku është gjendje e lartë e zemrës kur adhurimin e bën me qef, se e do Zotin e Madh xhelle xhelalu, e njeh Zotin e Madh xhelle xhelalu. Por këtë arsye të ndëruar Xhamarli, ne duhet të stërvitemi kadal me lan këtë dunja dhe të mbushim zemrat tona takvallok, që kjo ka qenë këtë agjërimi. Nëse s'dalmi në Bajram më të devotshëm, më të mirë, me zemra më të pastërta, nuk kemi agjëru realisht, nuk kemi ninu që duhet, po duhet me agjëru me arritjen e qëllimit final. Dhe ajo është që zemra mos ta ketë mësani muhabet namazin, edhe ku do që e zënë u dhe me thonë namazi ka arfale, ku do që të zeqati ki me thonë zeqatin, ku do që të zëni haram, dhe haram o kjo, se prejki këta. Që kjo ka takvalloku, me që ta Allah ka dash me këto 30 dit që ne ti realizojna. E lusim Zotin e Madh në këtë dit gjumaje, dit Ramazani, në 10 e fundit më të mirë të Ramazanit. Allahu këtë gjunat tonat në i falë, ja Rabbal Alamin. Zemrat tonat i ban zemrat të devotshme. Na i ngjit Allahu takvalloku në zemrat tona, na i ngjit të mirat në zemrat tona, na i ngjit imani në zemrat tona. Allahu xhelal e lusim që çdo agjërim, çdo taravi, çdo Kur'an që kemi bërë në këtë pjesë të kaluar të Ramazanit, Allahu na e ban sebeb për rahmetin e Zotit xhelal xhelalu. Allahu na mundson ta fitojmë mëshirën e Zotit xhelal xhelalu. E këto net që na ka mbet, e këto ditë që na ka mbet, e lusim Allahun për vullnet dhe shëndet. Allahu të na jep vullnet dhe takat që të vazhdojmë me vepra të mira, të vazhdojmë me takvalloke, të vazhdojmë me adhurime, të vazhdojmë me taravia, të vazhdojmë me Kur'an, me sadaka, me punë të cilat e gëzojnë Rabbul Alamin. Ne lusim Zotin e Madh xhelal xhelalu që Allahu te bareke ve teala na mundson që të udhëzohemi me Kur'an, që të rritemi dhe punojmë me Kur'an dhe amanetin e fundit, shpirtin që japin Allahut me iman. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقرآننا وتلاواتنا وصدقاتنا وجميع طاعاتنا يا رب العالمين. اللهم فاغفر لنا زلاتنا وخطايانا ومعاصينا يا رب العالمين وذنوبنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. اللهم زك نفوسنا يا من تزكي النفوس يا رب العالمين. اللهم تقبل منا شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم كن مع المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين، خاصة المستضعفين منهم. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلم وتجبر على المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الأشرار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور المنافقين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.